Energjike, me humor dhe mjaft spontane, Genta Ismaili ka qenë dhe vijon të jetë një këngëtare mjaft e dashur për publikun. Ato që e njohin nga afër Gentën shprehen se ajo është një vajzë me zemër të madhe dhe nuk ka as pak xhelozi për këngëtarët e reja, përkundrazi i ndihmon kur janë në hapat e para të karrierës. Një karakteristikë kjo që nuk e kanë kolegët e saj, të cilat shpesh ndiejnë xhelozi për konkurrencën në tregun muzikor. Megjithatë, ndjekësit e këngëtares janë gjithmonë mjaft kurioz kur bëhet fjalë për jetën e saj private. Nënë e 2 fëmijëve dhe e martuar me një biznesmen turk, kjo është panorama familjare e këngëtares. Megjithatë, së fundmi, bashkëshorti i saj ka bërë një postim që ka ngritur shumë pikpyetje. Me sa duket, Genta nuk është pranë tij dhe është larguar, e në këto momente zbrastie, ai ka publikuar një foto së bashku me Gentën ku shkruan: "Kthehu, më dogji malli për ty." Komentet kanë qenë të shumta, pasi disa kanë menduar se pas problemeve në çift, Genta e ka braktisur bashkëshortin dhe kjo është një lutje që ai ka bërë publikisht që ajo të kthehet përsëri. Ndërkohë, të tjera burime pranë çiftit janë shprehur se Genta është e angazhuar me një projekt muzikor në një tjetër shtet, duke bërë që ajo të qëndrojë për disa kohë larg familjes. Në një moment dobësie dhe malli, bashkëshorti i saj ka bërë një dedikim publik për këngëtaren, duke theksuar edhe një herë ndjenjën e fortë që ai ka për Gentën dhe zbrastinë e thellë që ajo lë kur largohet nga shtëpia.